qëndrua të martuar pa bërë vajzën, Po. për një kohë të gjatë. A ishte zgjedhje kjo? Fillimisht ishte zgjedhje. Fillimisht, pastaj nuk ishte më zgjedhje. Pastaj ne e donim, por nuk po vinte. Dhe kjo ndodh më shumë çifte që janë lidhur që herët. Po. Si e përjetove atë fazë kur e doje dhe nuk vinte? Në fillim nuk u shqetësova për hir të së vërtetës. Do të thënë kaloi viti i parë, kaloi dhe viti i dytë. Pastaj nuk mund të jesh më indiferente. Filluan kontrollet, vizitat. Ishte çdo gjë okay. Thjesht nuk po ndodhte, thjesht nuk po vinte. Fillova ta përjetoj, të stresohem. Im shoq gjithashtu, por ai është natyrë që nuk i shpreh gjërat. Edhe kishte një besim shumë të madh. Do vi, do ndodh. Domethënë e kishte atë qetësinë. Një qetësi që do doja shumë ta kisha dhe unë dhe ai e ka për shumë gjëra këtë. Shumë balancë e mirë, pra. Shumë racional. Ndërsa unë jam shumë emotive. Të them kanë qenë vite të lehta, nuk kanë qenë. Unë e përjetoja shumë dhe isha shumë e stresuar, aq e stresuar sa mbi reagoja edhe me njerëzit, Floriana, me njerëzit që më rrethonin. Mbi reagoja edhe në punë. Do të thënë, themi ne një fjalë ande nga përmetje e thot mami zakonisht, shëndet të më thonin më dukej plaç. Do të thënë e kam përjetuar. Pastaj kur ndodhi, do të thënë ka ndodhur muajin që unë i thash vetes që okay, kur të vi, le të vi. Nuk ndodhi automatikisht, kjo gjë ndodhi pas shumë muajsh. A solli probleme në çift? Kishit apo ishit të afërt me njëri tjetrin atë kohë? Duke qenë për disa vite, i kaluam të gjitha ngjyrat, e afërsisë që do e kalojmë bashkë, të grindjes, të tensionit, të mirëkuptimit, të keqkuptimit, domethënë i kalon të gjitha. Derisa në një moment, pastaj kur e shikon që çdo gjë është okay dhe po përpiqesh, pra po ndiqesh me një mjeke, dhe ajo të siguron që dikur do ndodh, por vjen një moment që dhe lodhesh. Dhe më duk sikur atë muaj prill të atij viti, unë i thash vetes time do ta bëj pushim këtë muaj. Dhe është e pabesueshme, po unë atë muaj kam bërë 3 udhëtime. Kemi qenë në Venecia, kemi qenë në Stamboll, edhe për punë, edhe do me thënë kam bërë dhe një udhëtim me Titin, do me thënë kanë qenë ato udhëtimet. Edhe kam pirë alkool për hir të së vërtetës, edhe kam ndezur ndonjë cigare, pra thash, okay. E kishe stakuar mendjen që tani nuk mendoj më për këtë gjë. Po të llogaritësh me ditë atë muaj kam qenë më pak se çdo muaj tjetër me tim shoq, atë muaj ndodhi. Dhe kur kam bërë kontrollin, domethënë të përmuajshëm të asaj periudhe, të përmuajshëm, dhe kthehet në një lodhje që shumë të madhe. Kur e di që vjen ajo data e caktuar, që duhet shkosh të bësh vizitën, kontrollin, të marrësh përgjigjen, se vjen përgjigja negative edhe këtë muaj. Është e lodhshme shumë, është shumë. Pra ti çdo muaj bëje kontroll? Po, vitin e fundit po. Okay. Praktikisht. Wow. Po. Dhe kur ndodhi? Kam qarë aty, kam marrë Titin telefon, do të themi që ja kam thënë në telefon, ai ishte në punë. Pastaj erdhi në shtëpi. Pastaj unë po bëja gati valixhen se kisha një udhtim pune të nesërmen. Domethënë i kujtoj asaj dite çdo gjë. Edhe erdhi më shoqëroi me valixhen, e mori valixhen, edhe çoi aty te furgoni, domethënë kujtoj çdo gjë, një entuziazëm jashtëzakonshëm. 3 muaj s'ja kam thënë askujt fare. Se nuk e besoja edhe vetë që kishte ndodhur. 3 muaj e 1 ditë, pastaj njoftova gjithë botën. Jo, në fakt, mama e ime është ginekologe, edhe ma ka thënë shpesh këtë që e para kur ke të njëjtin partner për një kohë të gjatë, nuk duket se funksionon kaq shpejt, po dhe ty ta ankthi. Të bllokon.
apo ngel, apo bëhet realitet, apo jo. Kjo është që ajo që e pengon më shumë. Dhe ja, ti pas ke qenë është kujdesur dhe interesant. Po. Shumë interesant. Po, e përjetove mirë pastaj shtatzanin të shkoj mbar? Shkoj shumë mbar. Ka qenë shtatzani shumë e mbar. Do të thënë, nuk kam ndjer as të përzjera, asnjë lloj shqetësimi. Ka qenë shtatzani shumë e mirë. Unë kam qenë edhe gjatë shtatzanisë edhe më vonë, pastaj jo protektive, po në sensin që nuk kam dashur që t'i bëj pjesë fëmijët të botës time, publike. Po. Ata janë pjesa ime private, edhe im shoq është pjesa ime private, dhe deri diku edhe ti e ke patur këtë gjë. Ka qenë zgjedhje e jotja apo e përbashkët me Titi në këtë rast? Ai gjithmonë ka thënë, kjo është puna jote, është pjesa jote, mua mos më përfshi. Okej. Unë jam ai çuni pas kamerës. Ai s'është pas kamerave në fakt. Bën diçka tjetër, nuk është operator doja thoja. Nuk ka dashur asnjëherë. Po nuk është në kamera, përballë kamerave. Jo, nuk është. Kështu që Nuk është. Jo, po kur them që nuk është në kamera, e sqarova këtë se mendojnë që është operator. Edhe gjysma e fisit kështu e di. Do na xhiroj Titi këtë. Nuk është operator, po me gjithë qejf. Okej. Po pjesë e teknikës. Po. Dhe ai nuk ka dashur asnjëherë. Ndërsa për vajzën I kemi mjaftuar ti, Bruna. Ndërsa për vajzën ai e ka kuptuar që dhe unë nuk kam dashur shumë. Tani ndonjëherë më thot Hana, mami, unë dua një kanal në YouTube. Do më ndihmosh tani? Se shikon. Po Hana shumë vogël. 6 vjeç shikon Astian, që ka një kanal në YouTube. Wow. Okej. Ata të mitë se kanë haberin fare për kanalet në YouTube. Pas ke qenë një mama e shkëlqyer që fëmijët e tu nuk kanë para asnjëherë. Po din që kam këtë emisionin tim Elevate, po kaq. Po, ndodh. Jo, shohin YouTube, po jo që thashë nuk ishin para asnjëherë dhe nuk e dinin që ka një Nastja ose. Jo, Nastja e din, po që të ke kanalin e saj, jo, absolutisht. Jo, dhe Hana para pakosh e ka marrë vesh se çfarë punë bën mami, po nuk kam dashur unë që, domethënë, që ta ndikoj fare. Dhe nuk kam zgjedhur, sepse dhe kam dhe pak merak. Jo syri keq, jo këtë. Po sigurisht, edhe unë kam atë. E di që më duket sikur i bëj ndonjë postim, mësë mure 2-3 ditë. Po, edhe unë kam atë dhe ndonjëherë vjen i natë që e kam, se them, punë e madhe se e tregova diçka, por jo gjithkush të do të mirën. Edhe ndoshta edhe kjo energji përçohet në një farë mënyre. Tani nuk e di si mund të përçohet kjo energjia nga një ekran, po ndoshta përçohet. Jemi pak protektive. Unë për shembull, Brunilda, unë e kam ndjer gjatë gjithë karrierës time. Që në fillimet e mia, kur kam dalë në ekran, vazhdimisht përveç pozitivitetit dhe komenteve të mira, është balancuar gjithmonë edhe me shumë komente jo të mira, me negativitet, me xhelozi. Mua më ka ndjekur kjo për gjatë gjithë karrierës. Nuk e di, nuk ka qenë rasti yt ky? Jo. Okej, interesant. Jo, nuk ka qenë. Nuk e kam ndjer këtë gjë. Unë e kam ndjer shumë. E kam ndjer shumë dhe kam zgjedhur që atëherë që të mos i kushtoj rëndësi. Pra e kam ditur se çfarë jam vetë, e kam ditur se çfarë do bëj dhe çfarë dua të përçoj dhe nuk i kam kushtuar rëndësi. Dhe kjo pastaj më ka ndihmuar edhe në televizion, po edhe në politik, sigurisht, ku është akoma më shumë negativiteti që nuk mund mos ketë bëj fare me ty, por thjesht me një forcë ose që ti përfaqëson ose me një njerëz që përkrah. Po ky nuk pas ka qenë rasti yt. E di çfarë mendoj, sepse lëvizjet e tua kanë qenë pak më të zhurmshme. Unë i kam patur të qeta, të heshtura, nga pak të heshtura. Pra, po prandaj desha ta thoja këtë, sepse ky negativitet kur ti bën diçka që është e pazakont, për shembull, të tjerët jo gjithmonë gëzohen për ty. Po, e vërtet është kjo. Edhe unë, edhe tek fëmijët, tani, fëmijët, kush do bën fëmijë, nuk është problemi aty. Edhe po mos ta thoje këtë, do ishte një koment aty poshtë, vetëm ju keni bërë fëmijë. Kush do më bën fëmijë, madje unë e relativizoj deri diku këtë. Tani edhe sa dëgjova një histori që dhe jo kush do bën fëmijë dhe me një herë. Jo kush do bën fëmijë, pikërisht. Pra, sikur i jepet material gjithçka edhe unë
kam dashur që ato gjërat e mira, të mia, të vetes time, nuk kam dashur t'i ndaj. Kam dashur të ndaj eksperjenca, çfarë kam mësuar nga diçka. Po, jo gjithçka që ja bëri fëmia ditëlindjen, do ta nxjerr, do ta bëj, dhe nuk ka funksionuar mirë kështu. Edhe unë e kënaqur jam me vendimin që ka marrë për të treguar pak për gocën. Edhe pse ka qenë shoqë e ka nxitur ndoshta pak më shumë, ë? Vajzën për të dalë. Për ta mbajtur të fshehur. Jo, kam qenë njësoj unë. Okej. Për gocën, jo. Dakor. Jo, nuk kam dashur dhe unë nuk kam dashur. Si mama, ke thënë që je protektive. Po kam qenë sidomos vitin e parë. Tani jam njësoj. Si je ta njësoj? Po vitin e parë, po kam qenë shumë. Ne ndajmë një eksperiencë të përbashkët, se edhe unë kam patur dhe një lindje të vështirë, nuk e dia ka qenë rasti yt. Po unë kam patur dhe një lindje të vështirë, por kam patur edhe një depresion postpartum, ku vajza më ka qarë shumë, edhe mua. Kështu që mund ta ndajmë këtë përjetim, sepse pavarësisht se edhe unë ngushëllohesha deri diku nga disa njerëz që më thonin që po qajnë edhe mua më ka qarë, vajza ime ka qarë, mund të them 18 orë të ditës, edhe ka qenë shumë ezauruese dhe e frikshme deri diku, se nuk dija, domethënë kjo të ndikon edhe ty, nuk e dija ka qenë rasti yt apo jo. Në këtë rast piktakohemi. Ka qenë dhe rasti im. Edhe për kudo që na ndjek, ndoshta mund të ngushëllohet në idenë që po kjo kalon. Harrohen të gjitha. Kalon edhe mama. Viti i parë nuk ka qenë viti i lehtë, domethënë pas lindjes, unë u bëra shumë protektive. Doja që të ishin ato gjërat perfekte. Doja që unë të isha mamaja ideale mbi tokë për atë fëmijë. Mama ideale. A mësoje se si t'ishe, çfarë duhet bëje, lexoja gjëra të cilat nuk funksiononin në një realitet shqiptar. Kur erdha me vajzën në shtëpi dhe mendoja se si nuk duhet ta preknin vajzën gjyshëri, ta puthnin domethënë ca gjëra nuk di. Kur e kujtoj veten tani, praktikisht nuk dua ta kujtoj, por duhet ta kujtoj që ti flas normalisht ato gjërat i quaj të kaluara të përpunuara. Ka qenë viti i vështirë sepse në këtë formë unë e kam ezauruar tej mase veten, e kam lodhur unë veten. Pra ti përjetoje shumë. Unë përjetoja stresin i cili i kalonte vajzës dhe kjo është gjëja më e natyrshme që ndodh kur nëna përjeton. A punoje ti në atë? Jo, nuk punoja. Unë e mora atë vit vetëm unë dhe vajza dhe shtëpia dhe familja dhe unë dhe vajza. Domethënë, e ezaurova veten në këtë orë fleti, në këtë orë zgjua, mbaja shënime Floriana, kur jepja për të pirë, mbaja shënime kur fjeti, me blok, e kam gjetur atë blok, e kam në shtëpi. Po i të shoh çfarë thoshte në këtë rast? Si fillim, mu përpoq të tregohej shumë mirë kuptues, u treguar shumë i duruar, them ku e gjeti atë durim ai njeri. Kur mendoj për veten time se si kam qenë atë vit, ku e gjeti atë durim ai njeri me mua. Doja të flinte atë sekond, kur zgjohej dhe më dilte nga pritshmëria e orarit të gjumit që unë duhet. Domethënë, biberona duhet ishin të sterilizuar. Nuk di sa biberona kam shkrirë. Më kupton? Pra, u ktheva në një, po përdor termin perfeksioniste, për ta zbutur, por isha kthyer në një manjake. Të higjienës, të orareve, mendoja se do t'i vendosja disiplinë një fëmijë 1 muajsh, i cili do të gjejë ritmin dhe regjimin e vet. Dhe pastaj filloi pandemia, nuk dilim dot, një ndryshim totalisht i mënyrës së jetesës nga një person që jetonte jashtë në një person 24 orë brenda. Nuk doja ato muajt e parë që ta preknin vajzën, se mos e lëndonin shumë, se mos e puthnin shumë, se mos... Si e kalove
6 muajt e parë kanë qenë, domethënë shtoj dhe oraret e gjumit. Unë nuk e di se si, po sa po hana natën, unë zgjohesha. Domethënë, pa filluar të qante, e ndjeja sa po fillonte. Edhe unë ashtu kam qenë. Ma kupton këtë gjën. Nuk e di si mundet. Nuk flia, unë kam fjetur, nuk flia. Unë zgjohesha çdo gjysmore, ka qenë e tmerrshme tani që mendoj. Nga muaji i 7 o i 8, po kërkoja për një person tjetër, domethënë që mund të kujdesej për Hanën, për një zonjë, që unë të mund të dilja nga pak. Dhe nuk e kishe, mamin e kishe në përmet Mami ishte në përmet, po, në përmet edhe vjera gjithashtu. Okay. Dhe për të mos ndryshuar jetën e askujt, domethënë, fati im që halla ime është kujdesur për fëmijë diku tjetër, fëmijë të rritën, dhe thash sa mirë që të mund të kujdeset halla ime për vajzën që është shumë e kujdesshme. Erdhi halla një muaj. Unë rria pa aty. Edhe kur dilja ndo pak, domethënë isha aq e stresuar, aq nuk u krijua ajo lidhja e Hanës me një person tjetër. Dhe doja ta tregoja këtë episod kur vinte halla në mëngjes, domethënë dhe më gjente me ato sytë e enjtura nga pagjumësia, të lodhur, të ezauruar, edhe më thoshte të keqen halla, vetëm shtriu pak, se jam unë këtu, po e mbaj unë në sallon ti vetëm shtriu pak. Nuk e di dhe them çfarë force duhet të ketë nëna atë vitin e parë, është e programuar kjo që se s'ka mundësi që të mund ta përballoj të gjithën. Dhe pastaj dal nga dal me kalimin e kohës, kur dhe regjimi fillon të rregullohet pak, edhe fillon të flesh nga pak që të qetësohesh dhe të mbledhësh mendimet e tua, dhe njerëzit që ke përreth të qetësojnë për disa gjëra, mendoj se gjërat shkojnë në vend të vet. Për mua që gjërat të shkonin dal nga dal në vend të vet, u desh një vit. Dhe atë vit e kalove dal nga dal edhe këtë angth ose këtë postpartum që ke patur? Po, mendoj që kështu kaloje. Pra nuk është se ti e fole me dikë, ose bërë një seancë terapie? Nuk bëra seancë terapie, mendoj se duhet ta kisha bërë në fakt në atë moment. Do me thënë, në atë kohë. Në fakt, mund të të qetësoj shumë mirë, edhe unë se kam bërë, se ndoshta edhe s'dinim ndryshe, nuk e di. Shikoj, njeriu bën më të mirën që di për atë moment. Tani dim ndryshe. Në atë moment nuk e dinim. Dhe besoj se situatat caktuara ndoshta me djalin ti nuk i ke kaluar. Jo. Madje unë do të thosha edhe këtë, domethënë me fëmijën e dytë, je krejtësisht një tjetër njeri. Prandaj thonë që fëmia i dytë rritet vetë. Je krejtësisht ndryshe dhe unë kaq ndryshe kam qenë.